Secili prej besimtarëve ka me hyp në urën e Siratit, dhe ura e Siratit është e vendosur mbi xhehenem. Dhe flaka e xhehenemit është e errët, është errësirë. Nuk shef njeriu asnjë gjë. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ati që Allah subhanahu wa taala nuk i jep dritë në këtë vend, ai nuk ka dritë. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kanë me metët Allahu aty të verbër, të shurdhër, as nuk shohin, as nuk din ka me shku. Rabbana atmim lana nurana. Kjo është doja që duhet me thonë gjithë secili prej neve, o Allah jon, shtonaj dritën. Baza e dritës është imani, besimi. Pastaj janë veprat. Baza e dritës është imani, besimi. Dhe njeriu ndriçohet nëpërmjet imanit të tij. Kurse imani është i kurzuar pastaj me vepra. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "As-salatu nur", namazi ka me bë dritë. O sadaqa nur, edhe kush jep sadaka ka me bë dritë në ditën e Kiametit. Në hadith tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë edhe abdesi, gjurmët e abdesit, pjesët të cilat pastrohen me ujë për abdes në këtë dynjë kanë me shëndrit, me bot dritë në ditën e Kiametit. Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili e njifte shumë mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte prej më të kujdesshmëve për mësimin dhe transmetimin e haditheve, kur merrte abdes i lante te krah deri nalt. Edhe pse larja e krahve në abdes është deri mbi bryla. Thoshte Ebu Hurajra, për shkak se kom dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, pjesët e lara në abdes kanë me shëndrit. Atëre Ebu Hurajra u mundonte me prek sa më shumë pjesë të abdesit që me i bën dritë në ditën e Kiametit. Kjo jep besimtarëve me i pas dy kujdesje të mëdha. Një, mos i lëni pjesë të abdesit pa i la, duke u gut, ose kur është ftoft, ose duke pritue, e me lon ftyrën pjesë saj pa i la, e me lon krat pjesë tyre pa i la, e me lon kom themrat pa i la. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë ka thonë: "Wailul lil atabati minan nar." Mirë për ato themra të cilat nuk pastrohen mirë gjatë abdesit, se Allah subhanahu wa taala ka me shtjen zjarr. Kuptimi i sahabëve rreth fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te abdesi nuk ka qenë me u gut me marr abdes sa më shpejt. Nuk ka qenë me shkuar në limitet e mundura sa mundet me i pastrua njeriu pjesë, por i kanë pastrua pjesë derisa e kanë kaluar limitin me dëshirën dhe qëllimin e tyre që pjesët e tyre më u bë dritë në ditën e Kiametit.